Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lamtumirë, diabet, ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë për të ulur sheqerin në gjak. Të gjesh kombinimet e duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelin e sheqerit në gjak mund të jetë disi e vështirë. Prandaj, çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhuri. Sipas Healthline, do të rendisim disa nga ushqimet të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj në rast se po vuani nga shqetësimet e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit, ndryshe, mund të quhet si balsami i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është parë të jetë shifër jo e shëndetshme te personat me diabetin e tipit 2. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në ekuilibrin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqimor për personat që vuajnë nga diabeti është edhe brokoli. Brokoli është një perime shumë e shëndetshme, e cila fal elementëve të shumtë ushqyes që përmban, duhet të jetë me duhemos pjesë e recetave tuaja. Duke ditur edhe rëndësinë e veçantë ushqyese që ajo ka, do të jetë përkryer për shëndetin tuaj. Brokoli tash është e famshme për vlerat e saj. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga radikalet e lira që prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Edhe arrorët janë të mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe uljen e sheqerit në gjak. Kosi është një tjetër produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj. Kosi është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat me diabet. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron sheqerna në gjak dhe parandalon sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Te personat me diabetin e tipit 2, kosi ndihmon për të rënë nga pesha dhe ndihmon gjithashtu edhe sistemin tretës. Vezët. Vezët janë në të vërtetë një paketë me vlera shëndetësore. Përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur, nëse konsumohen rregullisht, ato ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kanella. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin të ulë edhe kolesterolin dhe nivelin e trigliceridëve. Ushqimet e gjelbra. Perimet si spinaqi, lëmpjeta, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se ato treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasur me vitaminën C dhe luajnë një rol të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe tensionit të lartë. Peshku gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burime të mira të yndyrnave omega 3 dhe acideve DHA dhe EPA që ndihmojnë me zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti duhet të konsumojnë pasi ato janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti të adresoni problemin tuaj tek mjeku përkatës, pasi vetëm kështu do t'ju ndihmojë edhe në trajtimin e duhur të tij. Informacionet në këtë video kanë vetëm për qëllim të plotësojnë dhe as se si të kurojnë shëndetin tuaj. Nëse vuani nga diabeti, atëherë duhet të përfshini më shumë drithra të plota ose bukë të elbit në dietën tuaj. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose ajo prej drithit të plotë të bluar në gur ka të njëjtin efekt në uljen e glicemisë. Ato janë të pasur me fibër që ndalësojnë tretin dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, arrushi dhe mollët gjithashtu duhet të jenë pjesë të dietës suaj. Shumica e frutave kanë nivele të ulta glicemie ose ato përmbajnë më shumë ujë dhe fibër, por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në një legen mbetet vetëm sheqeri.
Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronica, rruzh dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me shumë ushqyes. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Sipas të dhënave tërshëra, ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak. Tërshëra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e saj. Si një zgjidhje mjaft e mirë për dietën tuaj, ajo mund të ndikojë pozitivisht në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Fal elementeve që ajo përmban do të kthehet në drithin tuaj më të preferuar, sidomos edhe nëse keni shqetësime të theksuara të këtyre problemeve. Tërshëra përmban beta-glukan. Kjo substancë do të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë, madje edhe të yndyrnave në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën, sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fiber dhe kanë nivel të ulët glicemie prej nën 55. Ato janë gjithashtu të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietetin e papërpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhrat rekomandohen tahen të freskëta sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, të përballoni më mirë në dietën tuaj produktet më të mira, siç është edhe molla. Për shkak se ato ofrojnë shumë dobi shëndetësore, ju duhet t'i keni pjesë të dietës suaj. Mollët në mënyrë të natyrshme me sasi të ulët të kalorive, ndërsa përmbajnë nivele të larta të fibrës të ngopin, luftojnë kolesterolin e keq dhe ndërpresin luhatjen e sheqerit në gjak. Molla e kuqe dhe e gjelbër është në mesin e top 10 frutave që kanë më së shumti antioksidant që luftojnë sëmundjet. Por mos harroni, mos i qëroni, vetëm i pastroni mirë, i fërkoni me duar dhe mos i spërkasni vetëm me ujë. Avokado gjithashtu është një ushqim shumë i mirë për personat që vuajnë nga diabeti. I pasur me yndyrna gjysmë të ngopura dhe shumë të dobishme për shëndetin, avokadot ngadalësojnë tretjen dhe ndihmojnë të mbasë sheqerin në gjak, të mos ngrihet pas ngrënies. Një dietë e pasur me yndyra të mira mund të ndihmojë në zbrapsin e rezistencës ndaj insulinës. Provoni të fusni avokado në shtypur në sanduiç në vend të majonezës ose në bukë në vend të djathit. Elbi. Nëse zgjidhni elbi në vend të orizit të bardhë, mund të zvogëloni sheqerin në gjak pas ushqimit deri në 70% dhe ta mbash atë në nivele të përkulura për orë të tëra, citon WebMed. Fasulet. Kur të planifikosh menun, mendo edhe për fasulet për së paku 2 herë në javë. Fibrat e tretshme në të gjitha llojet e fasuleve i vënë në kapakun sheqerit të lartë në gjak. Dhe për shkak se ato janë të pasur me proteinë, fasulet mund të zvogëlojnë edhe mishin kur kombinohen në pjata të ndryshme. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe produkte siç janë karrotat. Ato rekomandohen gjithashtu pasi nuk ndikojnë në rritjen e sheqerit. Mishi i pulës ose i gjelit të detit është një zgjidhje shumë e mirë për ju. Varësisht mënyrës së përgatitjes, ky mish mund të jetë shumë i shëndetshëm, por të jetë i dobishëm. Mishi nga gjoksi i pulës është gjithashtu me pak yndyrë dhe gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për konsumin ndaj diabetikëve. Vezët janë një burim i shkëlqyer jo i shtrenjtë i kualitetit të lartë të proteinës. 1 ose 2 vezë në ditë nuk e rrisin kolesterolin dhe në të njëjtën kohë mbajnë të ngopur për orë të tëra, çka do ju ndihmojë në menaxhimin e niveleve të sheqerit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.